Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Eric Adams, së bashku me një delegacion amerikan, ka mbritur me zitën e kësaj të martë në qytetin e Vlorës. Ai është shoqëruar nga forcat të shumta të policisë dhe nga ekipi i tij sigurisë. Delegacioni është ndalur fillimisht në vilën qeveritare, ndërkohë që mësohet se Adams do të vizitojë edhe zonën e Orikumit. Ende nuk janë bërë të ditura arsyet e vizitës zyrtare të kryetarit të Bashkisë së New Yorkut në qytetin e Vlorës, por sipas mediave ndërkombëtare, qëllimi i udhëtimit të kryebashkiakut në Shqipëri lidhet me forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe promovimin e turizmit. Mësohet se Adams do të zhvillojë në vendin ton një vizitë 4 ditore, që sipas mediave amerikane vjen me ftesë të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Zëdhënësja e Bashkisë së New Yorkut konfirmoi se gjatë disa ditëve të ardhshme, kryebashkiaku Adams do të takohet me kryeministrin, me drejtues të bizneseve dhe teknologjisë dhe do të vizitojë fabrika, por edhe do të diskutojë për mundësitë për të nxitur aktivitetin ekonomik dhe turizmin mes dy vendeve. Adams ka shprehur më herët lidhjen personale të tij me Shqipërinë. Djali i kryetarit të Bashkisë së New Yorkut u bë i njohur për publikun shqiptar në vitin 2022, pasi mori pjesë në versionin shqiptar të nxjerrjes së talenteve në sferën muzikore dhe publikoi disa këngë të frymëzuara nga udhëtimet në Ballkan, ndërsa vizitoi Tiranën. Vizita në Vlorë e kryetarit të Bashkisë së New Yorkut, Eric Adams, është një lajm mjaft i mirë edhe për turizmin në Vlorë, me prezantimin e qytetit ton në arenën botërore dhe ndërkombëtare.